Ndërsa në KZAZ numër 1 në Malsinë e Madhe vijonte procesi i numërimit, në ambientet e jashtme simpatizantët e Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste janë përfshirë në një konflikt fizik mes tyre. Gjatë konfliktit fizik është goditur edhe kreu i Partisë Demokratike për Malsinë e Madhe Pjerin Spathari, ku i përfshirë ka qenë edhe deputeti i Partisë Socialiste Paulin Sterkaj. Kandidati i Partisë Demokratike për Malsinë e Madhe Anton Kokaj shprehet se personi që ka goditur Pjerin Spatharin ka qenë në tavolinë me deputetin Sterkaj dhe ishte deputeti Sterkaj ai që ka nxjerrë një armë. Unë jam shtyr dhe jam tërheq nga 2 polic dhe jam godit në mënyrë të pabesë nga një civil dhe provokimin e ka filluar një polic i shtetit vendas i shoqërues i Paulin Sterkaj gjatë gjithë fushatës edhe mbështetës i tij. Zoti Spathari po ecën drejtimin të KZAZ-s, ku atje po vazhdonte normalisht numërimi i votave. Çdo gjë po shkonte në rregull dhe provokohet dhe goditet në mes të komplikut nga bandat e Paulin Sterkajs, ku në krye të këtyre bandave është vetë deputeti i zonës Sterkaj, i cili arrin ngjarja deri aty saqë nxjerrë armën deputeti mes qytetarëve të Malsisë Madhe dhe ju drejtohet edhe qytetarëve me armë. Paulin Sterkaj deklaroi se ka ndërhyrë për të ndarë palët dhe ngjarja ka qenë spontane. Po ja, këtu jena prezent, pishim një kafe, e ftuam Pjerin Spatharin për të pi një kafe. Pjerini ofendoi i pari, por edhe këta ju përgjigjen Pjerinit, tërë u quhen 2 palët për të përplasur, ne ishim mes i ndap, një person i pa njoftën për mu, ka godit Pjerinin, ku edhe aty ka shku quni gjasë jemi për ta majt Pjerinin se kena lidhe familjare, kështu që mu vjen keq, sepse nëse jena këtu me armë, nena me marrë votat Malsinë Madhe. Mësohet se gjithçka ka nisur pas një debati verbal mes Pjerin Spathari dhe një simpatizantit të Partisë Socialiste dhe pas kësaj janë përfshirë në konflikt edhe simpatizantë të 2 palëve. Mësohet se ngjarja ka ndodhur disa 10 metra larg nga vendi ku po kryhet numërimi.